The music of Zurla and Ljodra, a special kind of horn and drum, can be heard all over the world, from Turkey to Morocco, from India to the highlands of Tibet. It's a wonderful part of Balkan music, especially in Kosovo, where it's found in different forms, from Gjilan to Jakov, from Shalabaygoris to Suharek. Locals can take pride in the fact that Zurlas in the Prizren region of southwest Kosovo are the biggest ones in the world. Zurla music has had very special meaning to me ever since I started attending weddings in Kosovo in the 1980s. I love the powerful, haunting sound that gets inside your bones and takes you back to ancient times. I've always been curious about the lives of these musicians, but have never had a chance to really talk with them until now. On the last Friday of Ramadan, I was invited to share iftar dinner with renowned Zurla player Skender Kaplani and his family. They invited me into their lovely home and talked about their profession and their lives. We headed to the town of Prizren in southwest Kosovo on a rainy afternoon. Before we arrived, the sun came out, and so did the rainbows, set against a beautiful backdrop of snow-capped mountains, promising a special night ahead. Hello, how are you? Hello, hi guys. I am so delighted to have you all with us tonight. This is Iftar. This is one of the evenings after the day of fasting for Ramadan, the Muslim month of fasting. And for this particular Iftar, we have this extraordinary pleasure of being with the family of Skender Kaplani and his whole big family here, and my friend Chamil Koloni from Dragash. And it is an extraordinary experience for me because I have loved this kind of music called Zurla music for at least 40 years. I have loved it so much. It's an acquired taste, as we say in America. Not everybody likes it. It's very loud, but I love it because it somehow comes into your bones, this kind of music. The rhythm is so deep and hypnotic and fantastic to dance to. So anybody, when they tour around the world, when they go with the dance groups, the Albanian groups, and they perform around the world, everybody loves them the most because it's this rhythm that you just can't resist, and this sound. And then it has always a drone that is a one sound with a melody against it. And that sound is the same sound you have with a bagpipe, a Scottish bagpipe or a Bulgarian bagpipe or an Albanian bagpipe, gaida. It's the same sound. You have this one deep sound, and then you have a melody on top of it. And that is something so satisfying to listen to. So we always meet at weddings where they play, and I like to dance in this part of Kosovo, in southwest Kosovo. But I usually don't have time to talk with them because we're all busy
being at the wedding and this very serious dancing that we do. Before talking with the musicians, it's time to break the fast and enjoy iftar together. At exactly 6:04 p.m., the Hoja's azan is heard from the mosque, and one of the Kaplani boys beats his drum, calling the family and all the neighbors to dinner. Hajde, byro, buk e qe. Nëse e keni ardhë, jam i nderuar shumë që keni ardhë. Allah ju nderoft. Faleminderit shumë. I përmi pritje. Paft mirë, faleminderit. Bismillahirrahmanirrahim. Shumë më vjen mirë më kanë këtu me ju, se 40 vjet jam të prit me bisedu me ju në shtëpi. Se sa dasma kemi qenë bashku edhe kam vallëzuar edhe kam dash gjithmonë me fol me ju, por gjithmonë jeni shumë të zonën në për dasmat. E për çata kem dash me ardhë në shtëpi me bisedu për jetën, për trashëgimia, për çysh është përpara që ka pas këtë profesion e kush do të jetë në me të ardhmen, po fillojmë me kush jeni ju edhe ku jetoni e kush janë që të prezent sonte. Mas pari mirë se keni ardhë. Keni ardhë konakin e Skënder Kaplanit, unë jam Skënder Kaplani. Parasi im është Abbas Kaplani, dhe me thonë për ardhen baba Abbas Kaplani, mas pari a i ka qenë me këtë zanat. Mandej që unë e Skënder Kaplani, vazhdojmë me djalin Abbas Kaplani, që një pati i vajzës Armit Thaqi dhe Artit Thaqi. Do të dy... Këta e dvajzës, një pa i kom këta. Oke, dvajzës. Po dvajzës. Oke, edhe dy po bini zula. Me cula dhe me lodër. Edhe me lodra. Të dy, edhe cula dhe lodër. Dy djem të qikës. Po, e kom edhe djalin e djalit e kom, edhe aj që ta që vjen, Mirkim Kaplani. Do me thënë, këta janë 4 breza. Pi babës, që 4 breza e kemi që zanat. E babës? Baba i babës edhe ai ka punu me qëtë zanat, vetëm atyre ma përpara s'ka pas qaqa din. Prej spari që po kujtohet? Regja. E Regja ku ka qenë? Prej Rodemirës, Shqipërisë, Lumës. Regja. Po, mandej mas Regjës ka ardhë babgjyqiem, i Meri. Ai ka ardhë pri Rodemire, ka ardhë në Vërmicë. Pi Vërmicës ka shku Mushniko. Mas i Merit ka ardhë baba jem. Abazi. Abazi ka ardhë pi Mushnikovës në Prizren me jetu. Mas Abazit Jomune, Skenderi. Mas Skenderit është që Abazi, tjetëri. Abaz. Mas Abazit është Mergimi, që. Mergimi, qaj atje, Mergimi. Zanati këti, i babgjyshit? Zanatin e kemi na pi babës. Prej babës, a babgjyshit ka Babgjyshi ka punue, që që i thoni ju, me kanë tjerë lesh ata, kanë pas makinat, me lektori kanë punu atje, edhe lesh kanë përpunu lesh. Qoban? Jo qoban, e ka pas makinat atyre në atë kohaj, që kanë punu me qasi. Aha. Edhe që Valavica Valavic, bravo, Valavic ka pas. Aha. Ka pas Valavic? Po, atyre në atë Ku ka kohë. qenë Valavic? Në Rodemir atje, në Shqipëri. Atje në Shqipëni, Valavic ka qenë. Apo din që halja ka Valavic në Belograd? Ka, e di une edhe një Azia e ka, ato marem qapleqë ata. Ja, Sabir vlau i... Sabiri, di une. I këti, edhe jemi të këshur me bo me renovu. Me renovu, po. Po, mos mu urdzu krejt qatë Valavic. e di. Oke, do thët, gjyshit ka pas qatë zanat. Po, e baba me cule, mande une, djemt, nipat,
Edhe kanona dajt e mi, baba I nonës, edhe ata kanë pas qëtë zanat. Do thot edhe nona e dajes. Po, dajallarët e mije. Po. Edhe ata kanë pas qëtë zanat. E qysh baba, qysh ka marrë qëtë zanat, prej kujt ka mësu? Po tash, s'po dim edhe na pikune e ka mësuaj, u kon një farë gjem, kloboqica I thëshin. Pitina e kanë marrë këtu, ma I vjetri pi kretve pi qëtynve zanatit që ka egziston të sulja. Prej Shqipnis? Jo, gjem globocica, u kon I globoqicës, në dragashit. Okej. Për mi dragash. Aha, Gora. Gora. Oh. Aju kon I atjet. Do me thënë, na këtu në Prizren që jemi kret pitina e kemi marrë. Pi atina ka rria dhe masa që kreti ka marrë. Ta që janë botë për ishvar, respekt për këta tri, jonë muzikantat mirë, sen po pe upin traditën ka pak e qështu. Sa grupa? Për shumë 10-20? Qyre, grupa të mira që jemi këtu në Prizren, mujnë me dalë diri 10 grupa. A ka dhe 30 grupa, se kanë hitë dikush edhe prej zorit e ka marrë zanatin. Ska shka me punue. Që s'ka pas në familje, veç ka marrë. Po, e ka marrë zanatin, se kanë familje, e ka marrë zanatin me egzistue. A më kupton? I kam su 3-4 vada edhe shkon të darsëm. Okej. Po, këne në teren të jonë s'mujnë me shkue, do me thonë, ka gorja, ka opoja, ka zhupa, e këne ti ka kualojtar, ti e din. Ku jonë lotë ti ki marrë pjesë në për dasma. E gjithë ku su në bonë kënena. Na ma shumë shkojmë në opoj, vri në gore këne. Ma tepër edhe ka zhupa. Terini, na. Zhupa? Edhe zhupa? Po, edhe zhupa. Normal, shkojmë edhe në has. Po? Edhe në has, shkojmë, po, na... Suharek? Edhe Suharek shkojmë, s'kemi punu iqë. Cilët vit? Po që atere para luftës. Ja, do thot 98. Ja filloj pi 92-ës, 3-ës demonstratat anë e këne, ja fillun ma pak. Kur u bo koha lufta sene që ata një vjetë e gjysë 2, unalen kretë, dashat normal që unalen. Verës na e nisim dikun pri 10-it korik. 10-it korik, Edhe deri ka I 15-20 gusht. Gusht, do thot është shkur, termina është 2 muaj. Pa se kap 2 muaj, po dikush... As 2 muaj nuk është. Dikush, kush ka mishteri ma tepër, kupton? Ai mundet me bo dhe 2 muaj, janis... Nuk ka pak qeshori, nuk ka pak koriki, pak shtatori qështu, apo marrë veç. Veç ajo vala ma e madhe, dhe me dhe sezona ma e madhe është prej 10-15 gusht, deri me 15-20 korik, deri në gusht. Për para ka qenë 3 dit ka qenë. 3 dit. Edhe shuma për para ka qenë 1 javë dit. Po nese 1 javë deri sa I kanë mledh bijat, vajzat anë e këne. Ana kemi shkuar 3 dit. 3 dit. Ju keni ra. 3 dit na. Kur kanë ardhë Krushit. Po. E si quhet kur ju keni bo qatë muzika për Krushit? Këtyre, jo Krushit, po ata janë... Nibet. Ftusit janë. Që janë thirë në darsën. E keni dalë me bo një bet? Po, ata I thënë këtu të na I thënë grishtar. Grishtar. A më kupton? Mase kanë bo qepë, se si ja kemi marë, ka një bet kanë bo shkurte, sene, qështu. Valë, I kemi prit, jo, është valëja që I presim na Krushit, që më ditë që po vinë Krushit, a më kupton? Që ta... E më të me thonë, 3 ditë kanë bo. Tash ja, 1 ditë tash. Qish ka ndryshu atmosfera të dasmja, valtare, qish është qaj momente dasme, qish ka ndryshu? Për shemë në kohë teme, kur kam qenë unë I ri të pangjia atyre në atë kohë, ka pas regull ma tepër. Se si thasht ju ata grishtas, kur shkoqim I më lidhësim, atyre se cili lyke me partin e vetë, me shokët e vetë lyke. Me ren, kret me ren, u dike, kret me ren, ka pas respekt edhe misafyri, edhe na kur u kry ka jo, pushimi, u konë në regull sen, të më thënë, e tash, për mua nuk egziston ajo. Të më thënë, nuk ka lezet, tash ka jo në të bo, s'ka lezet. Edhe lojtartë nuk ka mo si për para. Po kretë muzikat nuk po ndëgjohen, vetëm po shikohen. Vetëm po shikohet muzika, për shemë, shka po bot. Këngëtarja, a është e deshna, po thejet, a po bot, a po këne ka mirë. Edhe këtu të na, kush po bon, kësi sene, apo në kupton, a që ki mirë, nuk e kanë veshin të muzika me ngu që, a është mirë, a o ketë. Qysh dihet, a kemi ra zëlla a lodra, kur I fmi, ama qysh... Qysh e ki në zemër ato, qysh me rak. Me sa vjet ke nis me rak? Unë ja kom fillu do më thonë pi 7 vjetëve. 7 vjet. Kom shku me babën në përdasma. Okej. Do më thonë, 4 vjetë kom shku që shtu me marrë vesh zanat. Aha. Me shok të këtina, do më thonë.
Atëre pi 12-13 vjetëve kum shku në grup me këta. Domethënë kum bë Ke dasma. ra lodër. Po, i kum ra lodrat me këto. Aha. A të kanë mësu diqysh, a veç ke përcjell? Jo, normal më kanë mësue. Po mendoj, a keni najt për shembull së bashku edhe ky ka kallzu ty, Po. a veç tu i... Ky më ka tregu, domethënë qysh duhet mi ra lodrës, po nëse ki edhe merak, e mësosh ti badjava me të mësu ky kurse s'ki merak. Në qofë se shkon has, a në dikon tjetër, tani çka po bjen? Që nuk është kulçoja aty, është më Edhe ata ndryshe. i kanë vallat e veta, domethënë Ja. po unë personalisht unë i di kret vallat. Po, edhe tasi. Kret unë a dish nuk o mirë mu lavdu, po unë jam mjeshtër për kret vallat, domethënë zhup, ngore, në poj, në vri, në has, suarek nëna unë i di kret vallat. My name is Armit Thaci. Hamid Thaci. I am 23 years old Aha. and I come from Brisbane. Aha. I play a little bit Zurla and Tupan. And Tupan. Yeah. Do you say Lodra or Tupan? Both. Both. Lodra, Tupan and Davul too. Dal. Davule. Yeah, Davul. Yes. So, when did you start playing? I started at a very young age. I left school for these things. Really? Yeah, I left school for Zurla. For Really? Tupan, yeah. I loved it so much. Really? Yeah. And çfarë moshë ke largu prej shkollës? I think 15 years old. 15. 15 or So you quit high school 17. here in Brisbane. Yeah. So to be a Zurna player, when do you really start? How old? I think I was 18 years old. You started at 18, yes. And so what age will you be a real Zurna player? Oh, When you're 30, like? or- 30 or 40. Really? So you sort of go from drummer to Zurla player Yeah. like that. That's so interesting. It's a passion. yeah. Passion. All of these people who do this, what do they do the rest of the year? Nothing. They work 1 or 2 months. The other months. It pays for they- the rest yeah, of the year. Yeah. Wow. So do they travel? I mean, what do they do? Yeah, I think yes. Yeah, they do it. They so like they it. enjoy themselves. Yeah, they enjoy it. Wow. So the question is now, can you circular breathe? Yes. You know what I mean? Yeah. When did you start at the beginning to do that? Yeah. From beginning, you need this. Yeah. Yeah, to do the Zurla. Yeah. To play the Zurla. You need this So how did you learn how to do it? from my grandpa. Uh-huh. How do you say in Albanian circular breathe? Me kthy frymën. Nekthi frumen. Uh-huh. So you have to have that for Zurla. Yeah, you need it, and you need to be strong. I am not strong. You see me, but I hope I will be strong. Çka do thot më kanë Zurlagji në moshën tonë? Më kanë, you're a modern young guy. I mean, what is it like to be a Zurlagji? Do you tell people, like, what do you do? I'm a Zurla player? I mean, Ata më pyesin gjithë, yeah. qysh e ke marrë zanatin? Yeah. Unë i tham pasion, qef, pasion. Yeah. Mos me pas qef, nuk e kisha marrë. A je krenar, kur po Shumë njerëz po krenar. pyesin çka ke zanati po. Shumë krenar, Really? normal, shumë krenar. Njerëz kur kanë dasëm, ju kanë thirr një vit përpara me ardhmë dasëm. Po, normal, duhet na me goditin, rezervu. po, na rezervojnë. Ja. E qysh po ju presin, qysh po nish vetin si njeri aty në... E njim vetin si në shpit jonë, na Really? presin shumë mirë. Me bo shumë gjatë, para se me ardhë nuse, me dal prej kirit, ju keni nis me zgjat shumë të pana, edhe po japin bakshish, Bakshish. sidomos
djemtri ose Gjerbegjin që janë edhe po dojnë me tregu diçka sa pare kanë, edhe po qesin shumë pare, e ju po zgjatin shumë. E qka është me që thotë? Ajo nuk është diçka problem, ajo është që e kanë qef, pasion. Kush ka qef? Prej Marakit. Ato djem? Po, djem të ri. Rinia ma shkurt. Aha. E tash keni nis me bo do teknike ma ndryshën, ma modern. E ku, për shumë me bo për shumë shpejt. Ku keni marrë që ato, teknika të reja? Muzika nuk ka fund. Për muzikës, YouTube, për internetit, krejt. Okay. Like from TikTok. Right, from TikTok, you're getting ideas from TikTok for your Dodra playing. Yes. But the young guys, this is problem. The young guys are not learning Kulchoya. Yeah, this is the problem. So what's going to happen? Oh. Have you thought about this? Yeah, we thought about this, but it's a problem. I don't know. Cyrla I takon kohës edhe më të vjetër, ka një zot tërheqës, edhe kumbus edhe tërheqës edhe të përton thellë tek njerëzit dhe ka një nostalgji në vazhdimsi, ata të cilët të mësohen të ndëgjojnë një mjeshtër I cili I bjen Cyrlës, realisht ata krijojnë një nostalgji të vazhdueshme. Dhe sot e kësaj dite mendoj se muzikat më të mira ose më të tërheqë janë kabat, sepse ato përmbajnë edhe dhimbshurinë e një populli, po gjithashtu edhe krenarinë e një populli e përmbledhin. Përmjet një instrumentit. Instrumenti më I mirë për mi përmbledh gjitha këto, deri më tash është treguar Cyrla se e rrunat naturalitetin e zonit, cilët njerëzit kanë nevojë me ndëgju për nostalgji. Po mendon që krejt burrat, edhe gratë kur kanë rast me vallëzu me zyra, edhe gratë që kanë qef. Kur ka raste. Unë mund ta përshkruaj kështu, sepse kur dal I pare për me vallëzua është e pamundme që I tërë koncentrimi dhe kretë qenja njerit është I koncentruar në pikrisht në muzikë. Dhe kushdo që del përpara nuk je në gjendje me pa se kush është para teje. Domethënë ka një lidhshmëri shumë muzika, valltari I parë, ritmi edhe mjeshtri I cili e përcjell valltarin. Kur lidhen këto tri elemente, me qenë pak kreativ valltari edhe vetë edhe mjeshtri I Cyrlës, për shembull, e ndryshon ritmin se e bën edhe ai më mirë muzikën, edhe kështu që shpesh herë edhe kur janë të lodhët mjeshtrit e Cyrlës, kur del një valltar I mirë, I bien shumë më mirë instrumente. I hope you enjoyed that very special little moment we had together with the Kaplani family in Prizren. What a joy to be part of this ancient music, this ancient culture that you can feel so deeply. I hope you enjoyed being part of it tonight.